Bas provave që deri me tani ka pranuar gjykata, na osnovu dokaza koje smo do sada dobili kao sud, në mënyrë të rregullt, ista nije primila uredni poziv, konkretno, për të dëshmitaren e ka pranuar ftesën baboi i saj Dragoljub Antonijević. Za svedokinju poziv je primio njen otac Dragoljub Antonijević, I cili në një farë forme e kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e koji na neki način je ostavio kao otvorenu mogućnost da će ona biti prisutna na današnjem ročištu, por në rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se za ovu svedokinju sud smatra nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. Da nije uspjela da obrazloži svoje odsustvo. Gjykata ndërkohë do të pret. Nëse do të arsyetoj këtë mungesë në bazë të dokumentacionit. U međuvremenu čekati da li će ona obrazložiti odsustvo. Apo thënjeve të besueshme ili njih, znači navoda koji su poverljivi. Dhe pas kësaj do të marrë vendim I nakon toga ćemo nëse njëjta do shoqërohet rješenje, da li će ista përmes organit policisë apo da li će isto dolaziti putem pratnje organa policije ili pa ćemo poslati znači poziv. Nuk do të mund vazhdojmë seancën e sot. Në seancën e radhës do dëgjohet dëshmitari nga Republika Maqedonisë. Na naredno ročište biće saslušan svedok iz Republike Makedonije. Gjykata me kohë përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një check. I prije datuma da se povežemo sa sudom tamo, mi ćemo već kontrolisati. Po, do të bëjmë një provë. Znači, dhe të jemi të gatshëm për datën 27.